Radio 1 ju prezanton ciklin e temave Mos u trishto. Mosvërejtja e gabimeve të vëllezërve. Merret lehtën, urdhëro për mirë dhe hiqu prej të padijshmëve. Nuk bën të braktiset vllai pse gjeni në të një apo dy gabime, veçanërisht nëse pjesa tjetër e karakterit të tij është e pastër. Siç e dim, përsosja nuk arrihet dot nga askush. Filozofi i famshëm islam El-Kindi ka thënë: si kërkoni që shoku juaj të zotërojë tiparet veçanta, kur vetë shpirti juaj nuk i bindet gjithmonë urdhrave tuaja? Ç'të drejtë keni ju atëherë të prisni nga shpirti i një tjetri të ndjek urdhrat tuaja? Ajetet kuranore pohojnë: ashtu ishit dhe ju më parë, e Allahu ju dhuroi besimin. Pra, mos e lavdëroni veten, se ai e di se kush është më i ruajtur. Mjafton që ju të jeni të kënaqur me pjesën më të madhe të karakterit të vllait tuaj. Sahabiu Ebu Derda ka thënë: ta qortosh vllain për diçka është më mirë se ta humbasësh krejt. Një i urtë ka thënë: kur akoma s'jemi të kënaqur me vetveten, si mund të presim të jemi të kënaqur me të tjerët? Thuhet se disa njerëz të mençur kanë pohuar: mos ri larg atij që të mahnit me karakterin e mirë dhe gjykimin e shëndosh, për shkak të ndonjë gabimi të vogël që i rrethohet nga një oqean virtytesh. Për sa ti jesh gjallë, nuk do të gjesh asnjë person që të jetë aq i kultivuar sa të jetë i lirë nga tmetat. Shije veten se si gabon dhe devijon shpesh. Ky lloj vetë studimi e bën kërkesën tënde ndaj tjetrit më të matur, ndërsa sjelljen tënde ndaj mëkatarit më të dhëmshur. Një poet ka thënë: e kush është ai që pas ka karakter të panjollosur? Për njeriu mjafton që të metat si kanë sosur. Është thënë se dyshimet për vllain nuk duhet të rrënojnë mirëbesimin që është provuar disa herë. Xhafer ibn Muhamed el-Bakiri i tha të birit: o bir, cili do nga vëllezërit e tu zëmërohet me ty 3 herë, dhe në secilin rast flet për ty vetëm të vërtetën, zgjidhe shok të ngushtë. El Hasan ibn Wahibi ka thënë: nga të drejtat e dashurisë ndërsjellët është falja dhe mosshikimi i të metave. Transmetohet se Imam Aliu e shpjegonte ajetin e mëposhtëm se nënkuptonte që njeriu duhet jetë i dashur dhe i kënaqur, e jo i mërzitur dhe qortues. E ti sillu me njerëzishmëri. Ibn Rumiu ka thënë në vargjet e tija: këta janë njerëzit dhe kjo është dynjaja. E s'ke që bën plurit që ngacmon syrin dhe prishpijen. Si të pritet finesa në botë nga mungesa e drejtësisë, kur ti vetë o njeri je shembull i papastërtisë? Një ajet kuranor thotë: e të mos ishte për mirësinë e Allahut ndaj jush dhe mëshirën e tij, asnjëri prej jush nuk do të pastrohej kurrë prej mëkateve. Një poet ka thënë: ti kërkon një person të kultivuar që s'ka defekte, e përhap vallë një aloe aromën pa nxjerrë tym? Ajeti kuranor tregon: ndaj mos e lavdëroni veten, se ai e di kush është më i ruajtur. Shfrytëzojeni shëndetin dhe kohën e lirë duke ju bindur Allahut. Ju s'duhet ta shpërdoroni shëndetin dhe kohën e lirë. Mos nguroni në kryerjen e veprave në bindje të Zotit tuaj, sepse ju varreni nga veprat e mira të skaluarës. Shfrytëzojeni shëndetin dhe kohën e lirë duke punuar dhe duke u përpjekur. Mbani mend se jo gjithmonë mund ta kompensoni kohën e ikur, dhe se herët e vonë do t'i kërkoni ato çaste që i keni tretur kot. Dietari i njohur Bazër Xhamhari ka thënë: nëse puna ju shkakton lodhje, atëhere pasiviteti ju shkakton kalbje. Një nga të mençurit ka thënë:
Mos e harxho ditën me atë nga e cila nuk e përfitim dhe mos e lër pasurinë kot duke mos investuar në ndonjë projekt. Sepse jeta është shumë e shkurtër për ta tretur në ndonjë gjë të padobishme dhe parat janë tepër të pakta për të mos i investuar. Ndaj, i zgjuari është tepër i vëmendshëm për të mos e humbur kohën në marrëzi dhe shpenzuar paran në atë që nuk do t'i kthehet. Dhe më e thellë është thënia e profetit Isa, birit të Merjemes. Devotshmëria është në 3 gjëra: në të folur, në shikim dhe në heshtje. Kushdo që të folurit se ka në përkujtim të Allahut, ka folur gjepur. Kushdo që shikon pa u përpjekur të nxjerrë mësim, ka harruar. Dhe kushdo që heshtjen se shoqëron me thellim, ka qenë i pavëmendshëm. Allahu i mbron ata që besojnë. Çdo njeri, qoftë nëse e pranon apo jo, ka nevojë për një Zot, dhe përpasoj, ky Zot duhet të ketë disa cilësi të caktuara, si plotfuqinë, pushtetin, pasurinë dhe përjetësinë. Ai i cili i zotron të gjitha këto dhe tërë cilësitë e tjera të përkryera është Allahu, Zoti i gjithçkaje që ekziston. Prandaj kërkuesi i sinqert tërhiqet drejt besimit në Allahun, të lartë madhëruarin dhe gjen prehje në këtë besim. Ai është streha e të dobtëve dhe i kërkuesve. Përkujtoni kur kërkuat ndihmë prej Zotit tuaj e ai ju përgjigj. Ai është që mbron çdo e që prej tij nuk mund të ketë mbrojtje. Përveç tij nuk do të ketë as mbrojtës, as ndërmjetësues. Ai që adhuron tjetër kënd veç Allahut, ndonse ai e do atë në një farmase, është më i keq se ai që shijon ushqimin e helmuar. Sikur të kishte në to, qiej dhe tokë, zota veç Allahut, ato të dyja do të shkatërroheshin. Larg asaj që i përshkruen është Allahu, Zoti i Arshit. Nevoja që kemi për Allahun shihet nga lidhja që kërkojmë midis kalimtares dhe të përjetshmit, të dobtit dhe fuqiplotit, të varfrit dhe të pasurit. E ai që nuk e merr Allahun për Zotin e vet, do të marrë me siguri tjetër kënd për Zot. Ai, për shembull, do të marrë fotot, objektet e dashurisë apo dëshirat e tij për Zot, dhe kështu do të bëhet robi dhe shërbëtori i atij Zotit rrem. Për këtë nuk ka dyshim. Kurani tregon: a e ke parë atë që ka marrë për Zot të tij epshin e vet? Mirë po ata në vend të tij adhuruan zotat të tjerë. Dije se robi ka nevojë të adhurojë vetëm Allahun, pa i përshkruar asnjë shok atij. Kjo nevojë është më urgjente dhe më e rëndësishme se ajri për frymëmarrje. E vërteta e një njeriu qëndron në zemrën dhe shpirtin e tij. As zemra, as shpirti i njeriu nuk janë të shëndosh vetëm se duke adhuruar Allahun. Një poet ka thënë: ai që dëshiron të takojë Allahun, e do atë, dhe Allahu do ta dojë atë edhe më shumë. E kundërta do të jetë për atë që urren. Ndaj kërkoji Allahut mëshirë e mirësi, por edhe përpiqu. Edhe nëse njeriu gjen kënaqësi e lumturi në tjetër kënd veç Allahut, ajo është një gjendje që nuk do të zgjasë, sepse kur mërzitet me një objekt apo person, ai menjëherë kërkon një tjetër. Ai do të gjejë bekime me këtë person për një farë kohe, e do të mërzitet prej tij në një tjetër. Atij mundet madje t'i duket i dëmshëm shoqërimi me një person, prania e të cilit dikur i jepte kënaqësinë më të madhe. Kurse Allahu është ai për të cilin njeriu ka nevojë për herë, në të gjitha rastet dhe kohrat. Sikur ti të ishe i kënaqur me mua dhe çdo njeri të ishte i zëmëruar, kënaqësia jote është kulmi i shpresave të mia. Kështu, ne i bëjmë sundues disa mizor mbi mizorët e tjerë për shkak të asaj që fituan. Shenja në rrugën e kërkimtarit.
Nëse njeriu kërkon të di a është duke u ngjitur drejt suksesit, ka shenjat veçanta që mund ta ndihmojnë atë për të caktuar progresin e tij. Sa më i ditur që të bëhesh, aq më i përulur e i mëshirshëm tregohesh me të tjerët. Mendo për një perlë të çmuar. Sa më e rëndë dhe e shtrenjtë të jetë, aq më thellë ndodhet ajo në oqean. I urti e di që ndonë se dija është dhunti, Allahu e sprovon personin të cilit ja jep atë. Kur njeriu është mirënjohës për dhuntinë e dijes, ai do të ngjitet në shkallë të larta. Allahu i ngriti ata që besuan prej jush dhe lartëson në shkallë të lartë ata të cilëve ju është dhënë dija. Sa më shumë vepra të mira të kryesh, aq më i kujdesshëm dhe i ruajtur bëhesh, në kuptimin që nuk ndjehesh i siguruar ndaj gabimit, si për shembull rrëshqitja e gjuhës dhe ndryshimi i zemrës. Atëherë je në gjendje vetë kontrolli dhe vetë kujdesi. Kjo i ngjan zogut të vëmendshëm. Sa herë ulet mbi një pemë, ai menjëherë fluturon te një tjetër, i friksuar nga gjahtari dhe plumbi i tij. Sa më tepër plakesh, aq më pak lakmitar bëhesh ndaj kësaj bote, sepse e di mirë se koha së shpejti do të mbarojë. Sa më i pasur të bëhesh, aq më bujar duhet të jesh me njerëzit. Muslimani i pasur duhet ta kuptojë se pasuria e tij është një amanet që i është dhënë dhe se Allahu po e sprovon me të. Sa më pozitë të lartë të kesh në shoqëri, aq më i afërt duhet t'u jesh njerëzve të thjeshtë, duke treguar modesti dhe duke u aplotësuar nevojat. Shenjat që tregojnë turp dhe mjerim janë: sa më tepër dije të arish, aq më i ngutur dhe arrogant bëhesh. Dija e këtij personi nuk është e dobishme. Zemra e tij është e zbrazët dhe shoqërimi me të është i vështirë. Sa më tepër vepra kryen, aq më krenar për vete dhe për buzës për të tjerët bëhesh. Si ja jep privilegjin e dyshimit askujt përveç vetes. Kështu, gjykon se je i vetmi që do të arrish shpëtim, ndërsa të tjerët janë të dënuar me humbje. Sa më tepër plakesh, aq më koprac bëhesh. Grumbullon, por nuk ndan. Fatkeqësitë dhe hallet e të tjerëve nuk të prekin as pak për t'u bërë bamirës ndaj tyre. Sa më i pasur bëhesh, aq më i kursyer tregohesh. Sa më e lartë pozita jote në shoqëri, aq më i lartë niveli i arrogancës dhe ngutjes. Pejgamberi ka thënë: arrogantët do të mblidhen në ditën e gjykimit si milingona. Njerëzit do t'i shtypin ata me këmbë. Në të gjitha pikat e mësipërme, përmendëm disa nga mirësitë e Allahut, me të cilat ai i sprovon robërit e tij. Disa prej tyre e kalojnë sprovën, kurse të tjerët dështojnë.